Këtë duhet ta bëjmë shumë të qartë për gjithë. Nuk I pajis do të shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Çdo luhatje, çdo ndalesë, çdo konfuzion e bën afatin e 2027-s të digjet. Sepse 1000 vajza dhe djem që teksa ne po flasim sot janë në zyra dhe punojnë për negociatat, kanë një kalendar aq të ngjeshur sa që çdo javë dy ministret tona, Majlinda dhe Adea, që janë krye negociatorja dhe zëvendës krye negociatorja, ulen përpara palës europiane dhe japin llogari se çfarë u bë javën e shkuar, javë për javë për javë për javë. Janë çerek milion faqe me legjislacion, me rregullore, me dokumentacion që duhet absorbuar I gjithë, ndërkohë që janë edhe reformat për të thelluar, e s'mund t'i thelloj dot askush tjetër përveç nesh. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga I korridori pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është edhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda perimetrit të kufirit të Bashkimit Evropian. Nga Varshava në Lisbon, nga Madridi deri lart në vendet baltike, nga Stockholmi deri poshtë në Athinë. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemt e Shqipërisë do të studiojnë në çdo universitet të Europës me të njëjtat kushte, me të njëjtat tarifa si student të barabartë europian dhe jo me tarifa ekstra dhe as përmes kuotave të ngushta si student të huaj. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, kudo qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi në Varshavë, duke gëzuar të njëjtat e drejta si suedezën në Suedi, si portugezën në Portugali, si polakët në Poloni, si spanjollët në Spanjë, si e duke përfituar edhe kartën sociale të BE-s për të përfituar nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilit do shteti ku gjendet I punësuar apo e punësuar në Bashkimin Evropian. Me pasaportën e BE-s do të bëhet shumë më lehtë edhe hyrja pa viza në shumë vende jashtë BE-s, apo dhe punësimi në ato vende, me procedura krejt të tjera nga ato që duhen sot për një shqiptar apo për një shqiptare.